Një mbrëmje e mbushur me ndjenja, elegancë dhe dashuri është zhvilluar në Kep Merli, ku princ Leka dhe Blerta Celibashi kanë festuar fejesën e tyre madhështore, duke e kthyer këtë moment në një simbol të dashurisë që triumfon mbi çdo pengesë. Pas shumë zhurmash, komentesh dhe thashethemeve që kanë qarkulluar në media gjatë vitit të fundit, çifti ka vendosur të japë një mesazh të qartë. Dashuria e tyre është e fortë, e sinqertë dhe e pathyeshme. Festa është mbajtur në një prej ambienteve më luksoze të Bregdetit shqiptar, në Kep Merli, ku të pranishëm kanë qenë njerëzit më të afërt të çiftit dhe disa personazhe të njohur të ekranit. Në mesin e të ftuarve janë vërejtur Orgesa Zaimi dhe Francesca Murati, që kanë shtuar shkëlqimin e mbrëmjes me praninë e tyre. Atmosfera ka qenë e ngrohtë dhe plot emocion, një përzierje perfekte e klasit, luksit dhe ndjenjes. Princi Leka dhe Blerta janë shfaqur më të bashkuar se kurrë. Ai, me një kostum elegant ngjyrë të errët, dhe ajo, me një fustan të bardhë të hollë, të zbukuruar me detaje delikate, që i jepte një pamje të një zonje të vërtet mbretërore. Sytë e tyre flisnin më shumë se çdo fjalë, ndërsa buzëqeshjet e sinqerta tregonin qartë se pas shumë peripecish, ata kishin gjetur paqen dhe gëzimin tek njëri tjetri. Një moment i veçantë që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve ka qenë prania e vajzës së princ Lekës, e veshur me një fustan princeshash në ngjyrë roz të butë. E vogla ka sjell gëzim dhe ndjeshmëri në çdo hap të saj, ndërsa babai e shikonte me dashuri dhe krenari. Momenti kur princi dhe vajza vallëzuan nën tingujt e një muzike të butë romantike, emocionoi të gjithë të pranishmit, duke sjell lot gëzimi dhe duartrokitje të pafundme. Por ajo që e bën këtë fejes edhe më të veçantë është fakti se ajo vjen pas një periudhe jo të lehtë për çiftin. Në një intervistë të sinqertë me Arbana Osmanin, Leka dhe Blerta folën për herë të parë hapur mbi historinë e tyre të dashurisë. Ata sqaruan me qetësi se lidhja e tyre nisi pas përfundimit të martesës së parë të princ Lekës, duke i dhënë fund çdo aludimi që qarkullonte në rrjetet dhe media. Me shumë ndjeshmëri, ata rrëfyen se rruga e tyre drejt njëri tjetrit nuk ka qenë e lehtë, por e mbushur me mirëkuptim, respekt dhe ndjenja të sinqerta. Në atë intervistë, publiku pa për herë të parë dy njerëz të dashuruar, por edhe të guximshëm, që përballuan gjykimet me dinjitet dhe zgjodhen të ndërtonin jetën e tyre pa zhurmë, por me dashuri të vërtetë. Kjo fejes, pra, nuk është thjesht një ceremoni festive, por një deklaratë dashurie dhe qëndrueshmërie. Ajo tregon se edhe pas skandaleve, pas interpretimeve të mediave dhe pas komenteve të pafundme në rrjetet sociale, dashuria mund të mbijetojë dhe të rifillojë më e fortë se kurrë. Ambienti i festës ishte i kuruar deri në detaj. Dritat e buta, lulet në nuanca pastel dhe arredimi elegant krijonin një atmosferë përallore. Në sfond dëgjohej muzikë romantike, ndërsa të ftuarit shijonin darkën nën dritën e qirinjve. Çifti nuk u nda për asnjë çast nga njëri tjetri. Vallëzonin, qeshnin dhe përqafonin miqt me dashuri. Duke më të lumtur se kurrë, ka thënë një i ftuar, duke përshkruar ndjenjen që përshkonte gjithë mbrëmjen. Në fund të natës, qielli u ndriçua nga fishekzjarë madhështor që pasqyroheshin mbi det. Ato minuta ndriçimi simbolizonin një fillim të ri për çiftin mbretëror, një kapitull të ri të jetës, larg zhurmës, pranë dashurisë dhe familjes. Fejesa e princ Lekës dhe Blerta Celibashit në Kep Merli nuk ishte vetëm një ngjarje mondane, por një mesazh për të gjithë, që dashuria e vërtet nuk fshihet pas titujve, nuk ndikohet nga zërat e botës dhe nuk shuhet nga stuhitë e përkohshme. Ajo qëndron e pastër dhe ngadhënien, siç ndodhi këtë natë magjike, në dritat e detit dhe zemrat që rahnin njësoj. Dhe tani, ne duam të dim nga ju, çfarë mendimi keni rreth këtij çifti dhe dashurisë së tyre? A mendoni se ata kanë arritur të provojnë se dashuria e sinqertë mund të triumfojë mbi paragjykimet? Shkruani komentet tuaja më poshtë dhe ndani mendimin tuaj me ne.